Vende që duhet mi vizitut pak të njerë në jetë. Po e filloj me Setenil de las Bodegas. Ky fshat ndodhet në Spanjë në pjesën e Andaluzisë. Çka e bën këtë fshat unik është që shtëpitë janë ndërtuar përfundi shkambinjve gjigant. Ka plot gjurmë që tregojnë që njerëzit aty kanë jetuar me mira vjet në shpella. Shkambinj tash nuk janë veç estetik, ato gjatë verës e mbajnë temperaturën e freskët e gjatë dimrit të ngrohtë. Për me vizitu këtë fshat është e mjaftueshme një orë. E prej atë vazhdojmë në lokacionin tjetër. Zahara de la Sierra ka më mbet gjatë në mendjen time. Na kemi vendosur me kalu natën atë. E kemi vizitu pak fshatin para se më ul për drek. Boft mirë vet. Jemi të hungër kërmilla, unë kam provu kuku edhe veshti paska. Pak sfid me nxirr. Me sa doket nëse lajm takim nesër kimu vonu. Unë kur jam kone vogël shumë i kam dashur edhe shumë jam mërzit kur më ka thënë një në bar tash piho. YouTuberat me atë një shërë, farojnë me bo veto. Mësisht mos me ditu në këtë gjendje. Farojnë me bo veto, po kemi arë në Spanjë me një fshat barë tjetër. Që thiret? Zahara de Sierra. Faleminderit Fatri. Fshati është ndërtuar në kohë dëshkambore. E në majet fshatit ndodhet kalaja. Për me mri aty duhet një ngjitje e vogël, po shpërblesh me pamje shumë të bukura të fshatit prej 360 shkallëve. Që aty e kemi hongër drekën më herët. Kalanë mundesh me vizitu edhe brenda. Është ndërtuar me influencë arabe në shekullin 13. Na Kalanë e kemi vizituar në kohë perëndimit që e ka bë eksperiencën hala më të veçantë. Bateria e telefonit gati 0, po e jona full. Vendi na ka pëlqyer shumë edhe s'ka na më kthy më po shumë ishte kena ardhur. Mu më pëlqen mi dokumentu udhëtimet, po të njëjtën kohë kom qef edhe mi shiju ato. E kjo drita që e kom marrë në gjirafa, po më kursen kohë për me mdalve do të ma mirë. Ditën e kemi fillu me një mëngjes për me vazhdu në lokacionin tjetër. Sevilla, për mua është një ndër qytetet më të bukura në Andaluzi. Ndoshta edhe pse kemi lidhje emocionale me vende. Me një periudhë tjetës, me Fatrin kemi ardhur çdo vet. Para se më ju tregu pse, vazhdojmë me ushqim. Deri tash e provova me pul, më pëlqej, ndoshta veç kjo peta që është me misër pak s'pom pranon shumë. Zdia është tradicionale me misra ju, Fatri? Lidhe s'kom. Ato ne, po kisha pas që më konë me shien ndoshta tjetër, është pak e fort. Zuan. Vendi ku kemi hongër është i njohur për tacos që kushtojnë 1 euro. Vizitën në Sevilla e kemi bo pa plan konkret, veç kemi ecë edhe i kemi shiju pamjet e bukura që t'i jep vendi. E pamjet që po shihen këtu janë prej Plaza de España. Është vend që unë kam u kthy sa herë që shkoj në Sevilla. Lokacioni tjetër është një fshat i vogël që quhet Bollullos. Para se me mri atë, hajde shpar. Nesër kemi ditë të gjatë, kështu që drekën e kemi marrë me vete. Kemi vendosur me bo kuskus, kemi fërgu speca, kemi shtu edhe pak kapër, pak domate të thata e mozzarella edhe dreka gati për nesër. Edhe ditën e kemi përfundu me një meze në lokacionin e ri. Tama perime po kërë. Me nëzi kom prit me provu që do mote. Do t'jemi që herët, se kemi arë në skydiving. Fatri ka mi bo, sa kërcime do mi bo, Fatri? Pa një 5. 5 e ka plan mi bo, ta shojmë fondita sa po përfundan. Edhe i tregojmë tash disa detaje për vendin. Arsyeja pse kemi ardhur kaq shpesh në Sevilla është klubi i kërcimeve. Patri po bëhet gati për kërcimin. Patri, kërcimi mbasove o kë? 3 javë ndoke. 3 javë, nice. Poshtë është parashuti kryesor, sifër është rezervës. Fustanella, tri tregona më që është edhe kjo? Tash jem në procesin e lidhjes kostumit me parashut, sepse fluturon po do që edhe me ateru. Apo s'po ku rekomendohet me ateru. Lidhësat e parashutës shkojnë për fund dhe wingsuit. Shumë e rëndësi. E gati, Fatri? Haj po. Të e këqyrë në alcin, masi Fatri s'po na tregon. Fatri ka mbi 1000 hedhje prej aeroplanit edhe prej maleve. Kjo që apo sheni në video është hedhje me wingsuit. Kërcimet me wingsuit zgjasin deri në 3 minuta. Normal mbas fluturimet vjen pjesa e aterimet. Gjatë kohës sa ne kemi qenë atë, është thy rekordi spanjoll i kërcimeve në formacion. Përveç atmosferës në klub, mundesh mi shiju edhe aterimet. Që shkoj kërcimi? Që shkoj Fatmirësisht i mora dorzat. Se eftoft në Edhe vresha ka qenë pak fresk. Të ma herët?
Pas ka marrë malli, 3 javë nuk janë, 4 javë besa, jo 3 javë. Nuk janë shumë gjatë, po shkort më ka marrë malli. Që shkaj fluturimi? Ka që mirë, s'kom bëna e që menduri. Jo më do ma i pjekon. Nuk ka që mendurime këtësy për aeroplanit, jo. E vita më saro dhe male ka, ha? Ajo është menduri. Po definitivisht e kom kostumin e shpejt, është bish. Bish e vërtet, si kur t'jo i vitush. Super bisha e mëne. Qa. Mbas kërcimeve vjen palimi i parashutës, e cila është teknik në vete. A beson që krejt kjo parashut duhet mu fut në këtë qandë vogël? E ma më funder edhe koha e drekës. Shparin me vete edhe në Spanjë. Varë. E mbas kërcimeve, klubi do këtë kështu, parashuta në gjdo anë. Shkjo është pjesa ku ateran, do me thonë s'mund është me shku ku dush. Shto mund është me ateru, tu po shka tjela të rymës, tu në anën tjetër është një urë, kështu që do është me pas kujdes për shkaj. Kur këtësem për aeroplanit normal nuk gudzon me pi alkohol, po kjes do me thonë që s'kuce edhe më nëmë. Gëzuar. Që një surpriz! Ditën e kemi përfundu, jemi lodhje me kilo. Jemi lodhje se ky kali këtu. Në qak. Unë nga toka, Fatrin nga qeli, po gjithsesi natën e mirë. Sot e kena mëngjesin e studentave, se nuk gjetëm kur gjo ofër dhe na të ndru lokacion, kështu që ama kena përshut Iberico. Sot e kemi ditën e fundit pushimet, po qefet s'kam përfundu halo. E kena edhe disa vizita për mi bo para se me shku në aeroport. Kjo është gjendja. Qka e ka bo këtë pushim të veçantë është që e kemi rend një kerë dhe kemi vizitu disa vende për kohë të shkurt. Fshati tjetër që kemi vizitu quhet Grathalema. Është fshat shumë simpatik edhe nuk të merr shumë kohë për me vizitu. Ne e kemi pi një kafe dhe jemi nis për vendin tjetër. Snack time! Vendi i fundit që kemi vizitu për këtë pushim është Ronda. Ne jemi këty në Ronda për herë dytë mbas 10 vjetëve. Qyteti është i ndërtuar mbi një humner gjigante, edhe është e thellë rreth 100 metra. Ne kemi përfundu pushimin në Ronda, e ty nëse po të pëlqejnë videot si këto, mos haro me bo subscribe. Ciao, shihemi javën tjetër!